Jo të krejt. Për vojat e mia flasim për njerëz të cilët janë bërë famshëm dhe janë bërë shumë arroganta. Pikërisht. Unë mendoj që fama e tepër të nxjerr thjesht atë që ke brenda. Jo, dikur lodhesh prej famës. Fama është sikur ti bëhesh i famshëm për shkak të një pune që jetë e bën. Jetë e bën një punë mirë, ose jetë e bën edhe keq, se ka edhe famë të keqe. Po, TikTok për shembull marrin famë njerëzit pse dojnë më marr. Kushtimisht mund të bëhen famshëm ka njerëz që u bën sepse mendoj se njerëzit mendojnë se rruga më e lehtë drejt suksesit edhe drejt mirëqenies është të jesh i famshëm. Por kjo gjë ndonjëherë unë mendoj se duhet kesh karakterin shumë fort që të arrish të mbash një ekuilibër mes respektit që ke pas dhe më përpara për njerëzit dhe a ka të bëjnë kjo me respektin që kemi për veten? Po, patjetër. Mas pari respekt për veten, pastaj për të tjerët. Por fama në përgjithësi, për shembull, mua më ka ndodhur se kam pas punë me njerëz të cilët nuk kanë qenë ndoshta të thirrur me u bë të famshëm. Mbahet se për shembull, nëse flasim për aktrim, dush me u marr me aktrimin, me studiu, me shku për teatra, me u marr me aktrimin që mu bë aktor. Kurse unë kam punu me njerëz të cilët kanë ardhur thuajse direkt për rrugë drejt në skenë edhe e kanë fitu famën. Unë i kam pa që kanë ndryshuar shumë. A ka prej atyne që janë... Mos fama kur vjen në moshë të re. Ka prej atyne që janë më të kujdesshëm edhe e vlerësojnë edhe ja dinë vlerën edhe pse nuk është i përgatitur paraprakisht për mu bë i famshëm. Ka prej atyne që e vlerësojnë shumë edhe si shprehje jone ja dinë kimetin. E vlerësojnë shumë ma shumë, se sa prej atyne, se gjasat janë bile nëse je i shkollum shumë edhe je profesionist i kësaj fushë, gjasat janë më konë arrogant pak ma shumë. Ashtë të thamë arrogant, se s'ka arsye me konë arrogant, po një farë lloj prepotenti, se ta jep një farë lloj autoriteti vetvetior edhe të mrenshëm tani. Edhe je i famshëm të popullit, po edhe ki edhe një farë lloj autoriteti të mrenshëm se ki punu i përgatit për me konë që ashtu. Ndërsa do që ka pas fatin rastësisht mu bë i famshëm, ka prej atyne që janë shumë miqësorë dhe janë shumë të ndihshëm edhe e vlerësojnë shumë. Violet, cilat janë përvojat tuaja? Në punën tonë ti ke taku njerëz të cilët edhe nuk janë të famshëm pa janë arroganta. Po, shembull neve na ka rënë në për loja të ndryshme. Futbollit, po. Po, të futbollit. Për shkak se na jemi në pjesën e kontrolleve. Ka pas raste, për shembull, janë çu moshkujt pe i deçonit atje ju në ardh, edhe kanë dosht për shkak që janë trima, na dim që janë trima ata. Okej. Po, do më thonë, sigurimi ka reglat strekt, edhe ka dosh me hy pa bilet, kështu që e ku më zerë për veshë jashtë. Qysh burra të të zerë për veshë jashtë? Kështu nashta nuk dukna, po taktika bënd vetën. Unë e shkova. Unë e kam një 9 km